Ka ardhur një jahudi te Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu dhe ka thënë, ju në librin e ju e keni një ajet. Në qoftë se kishim pas na atë ajet që keni ju, na a ditë do të kishim bë fest. Ka thënë Emirul Mu'minin, cilin ajet je të menu? I ka thënë ke jahudia ajetin al-yawma akmaltu lakum dinakum, sot e kum plotsu për juve fenë e ju. Wa atmamtu alaykum ni'amati, edhe I kum plotsu mirësitë mia ndaj juve. Wa raditu lakumul islam dina, edhe jam I kënaqur që ju islamin me pas fe. Ka thënë Emirul Mu'minin, ka thënë wallahi unë e di mirë kur ka zbrit ky ajet. Ky ajet ka zbrit ditën e Xhumat. Domethënë kem fest javore, edhe ditën e Arafatit, që është e veçantë të muslimanit. Domethënë në vete veç se thuaj se I ka dy festa, jo një që po thuti, dy festa. E kësaj e kupton muslimani pse janë bajramet. Te bajrami I parë mas Ramadan është fillimi I shpalljes. Fillimi I shpalljes ka filluar në muajin Ramadan, mas Ramadan është bajram. Te Kurban Bajrami është përfundimi I shpalljes. Nëse ky është ajeti I fundit I cili ka zbrit, do në bajram kur ka filluar shpallja, edhe bajram kur përfundon shpallja.